Por ndër të tjera, Donald Trump bëri edhe batuta që lidhe me presidentin francez Emmanuel Macron, apo ndoshta edhe me atletët tranzinor, duke lëshuar pas thirrje përpara republikanëve të Dhomës së Përfaqësuesve dhe duke bërë mjaft momente virale. Mirë po, vijon të diskutohet për situatën mes Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës, siç edhe raportuan pak më parë, tashmë do të dorëzohen 50 milion fuqi nafte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku të ardhurat e naftës do të menaxhohen pra nga vetë Donald Trump, ndërkohë që u sulmua dhe një cisternë nafte e lidhur me Venezuelën që mbante flamhurin rus, ndërkohë shohim edhe deklarata të cilat lidhen me Groenlandën që kanë lëvizur, patjetër edhe liderët europian për sa i përket dëshirës së Shteteve të Bashkuara për të zotëruar ishullin danez në një kohë kur duket se tensionet janë shtuar, tensionet gjeopolitike, ndërkohë që Nicolas Maduro tashmë nuk ka paqe për të, pavarësisht se ai qëndron në paraburgimin e Brooklynit, vijon të jetë një ndër personazhet më të diskutuar. Tashmë raportet e fundit nga mediat amerikane tregojnë se ai dhe zonja e parë venezueliane që kanë lënduar teksa përpiqeshin që t'i shpëtonin edhe arrestimit të ushtarëve amerikan në pikërisht operacionin e ekzekutuar më 3 janar në ditën e 3 të këtij viti 2026. Sipas burimeve për CNN, duket se Maduro dhe Flores vërpuan dhe u përpoqën të fshiheshin pas një dere të rëndë çeliku brenda kompleksit të tyre, por korniza e derës ishte e ulët dhe ata goditën kokën ndërsa përpiqeshin të iknin. Në fakt, Cilia Flores në gjykat, të paktën nga çfarë pam nga vizatimet karikatura të publikuara për mediat ndërkombëtare, kishte kokën e fashuar, që mendohet që të jetë edhe vendi ku kjo e fundit është plagosur. Në fakt, sekretari i Shtetit Marco Rubio, sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth, kryetari i shtafit të përbashkët të ushtrisë generali Jane Kane, prokuroria e përgjithshme Pam Bondi dhe drejtori i CIA-s John Ratcliffe informuan ligjvënësit kryesor për më shumë se 2 orë të hënën në mbrëmje, duke dhënë edhe informatat. Edhe madje deklaruan sipas avokatit të Flores se Flores pati lëndime të rënda gjatë rëmbimit të saj dhe kërkoi një radiografi si pasojë e frakturës ose një mavjosje të rëndë në brinj.